Familja jetën e mos vesh besoj lajmin, se e pa të gjithë lajmin, ishte lajm skandaloz edhe të gjithë këto gjykuesit e komentuesve tonë që thonë ku ka shkuar familja shqiptare, çka ka ndodhur familja shqiptare. Jam zemra. Kjo është familja shqiptare, dashur miku im hipokrit Vicerian ti. Kjo është familja shqiptare dhe ka vite që kështu është familja shqiptare. Djem në përburgje, nuse që duan TikTokun, duan Instagramin, duan Dubain, duan tullacin me X6, edhe nëna edhe gjyshe që në vend që të mbledhin familjen, e të bëhen bashk, edhe t'i edukojnë fëmijët e tyre, edhe pse kanë fëmijët në përburgje, merren me nuset, i bëjnë video kalamojt me zjebe, të 3 fëmijët me zjebe, në skamje totale, pa ushqyer, pa ngrënë, dhe gjysha në vend t'i marrin fëmijët, dhe t'i marrin siç bënin gjyshet e njëri kohë, gjyshet tona që merreshin edhe i lanin na pastronin më sa kishin mundësi me ujë pa ujë. Gjysha i bo video për Instagram a gjysha, që ti tregoj botës sa e keq është nusja, sepse urrëtia e nusës, sipas gjyshes, është më e madhja se sa dashuria që ka gjysha për niprit. Kjo është familja shqiptare, dashur miq, mos u mërzisni.